gatshëm dhe njerë, ne jemi të gatshëm edhe njerë që nisma tuaj ligjore ti diskutojmë, po jo me këtë variantin kështu siç u thash në fillim të seancës, por nëse doni, ulemi ti diskutojmë, padyshim që ne kemi nismat tona, qeveria ka nismat e veta, qeveria po bën punën e duhur sa i takon adresimit të kësaj krize botërore të çmimit të naftës dhe padyshim që në datë 30 akure kemi përcaktuar sipas asaj që kemi rënë dakord në kalendar, do kemi edhe diskutim për këtë çështje edhe pozicionin zyrtar qeverisë sa i përket këtij projekt ligji. Faleminderit. Faleminderit. Në bazë të 28 të rregullores së Kuvendit, edhim në votim të hapur kërkesën për të futur përshqyrtim me procedurë të përshkruar. Nuk ka replik në këtë pikë se është e përcaktuar rregullore, vetëm 2 diskutime nga 10 minuta. Përshqyrtime për të shpejtuar projekt ligjit për mekanizmin e reagimit ndaj krizave të furnizimit dhe çmimeve të lëndëve djegëse, votimi është i hapur dhe me karton. Zoti Bozdo, nuk ka diskutime tjera, këtu ka vetëm 2 diskutime, ju lutem. Pra pro, kundër, abstenim. (24) pro, 77 kundër, abstenim nuk ka, kërkesa nuk miratohet, vazhdojmë me rendin e ditës, pika urdhro procedurë zoti Bardhi. Faleminderit zoti kryetar. Së pari është e vërtetë që nuk e kemi ngritur në konferencën e kryetarëve, sepse nuk mund ta ngresh në konferencën e kryetarëve ku ke depozituar një kërkesë për procedurë të përshpejtuar. Dhe nuk bën as fare sens votimi që ju sapo bët, sepse kjo është një paketë ligjore që përbëhet nga 2 projekt ligje. Dhe njëri projekt ligj është caktuar në kalendarin e punimeve të Kuvendit për të shqyrtuar në datën 16 prill dhe është tërësisht logjike që dhe ligji që bën pjesë në këtë paket të shqyrtohet në datën 16 prill. Pse nuk duhet jepni ju dakordsi për këtë? Pra për çdo gjë i kërkoni që opozita t'jap dakord me çdo gjë që bëni ju. Një datë dhe një çështje kërkon opozita të futet në agjendën e Kuvendit dhe as kryetari i Kuvendit, as grupi parlamentar i shumicës nuk pranojnë ta marrin parasysh. Çfarë shqetësimi ju sjell ju që të dyja ligjet që janë një paket, kemi mundësi të diskutojmë në të njëjtën seancë, që është seanca e datës 16 prill. Si është e mundur që për çdo gjë që propozon opozita, ju e keni me buton kartonin e kuq. Jemi gati, thot. Kaloni nga fjalët e veprat. Ju jo vetëm i rrëzoni ligjet e opozitës, thjesht dhe vetëm se janë propozuar nga deputetë opozitës. Po ju keni edhe mungesën normale të etikës, që një javë pasi keni votuar për rrëzu, merrni të njëjtin propozim të bërë nga deputetët e opozitës, ja jepni një deputetit mazhorancës, e firmos e propozon dhe pas 2 javësh e kaloni dhe miratonit njëjtin propozim. Këto jeni ju. Dhe pastaj thoni, jemi të interesuar për dialog, Kuvendi duhet funksionojë normalisht, ju opozitën e trajtoni si me urrëtitje më të madhe. Jo si kundërshtar politik, se sigurisht jemi kundërshtar politik. Por, një datë kërkojmë ne, 2 projekt ligje të shqyrtohen bashkarisht, ju votoni kundër. Dhe zoti Peleshi dhe një herë e kam me ju. Luani rolin tuaj si mbi palët, si moderatori debatit, dhe nuk bëni gabim përkundrazi jep shumë pikë edhe në raport me qytetarët, që një herë vetëm në 6 muaj, ku ka një kërkesë logjike të opozitës, ti kërkosh kolegëve tuaj, ta mbështesin kërkesën e opozitës, ose të paktën ndish modelin ta mbaroj Elindita Nikollës dhe Elisa Spiropalit, që një herë 3 muaj
dilshin jashtë vendimit grupit ku kishte një kërkesë drejt opozitës dhe thoshte unë ju mbështes po s'kam që bëj vendimarrjes politike të grupit. Dil njerë nga rjeshti se nuk gjen gjë, zoti kryetar. Dil njerë nga rjeshti, se një datë po kërkojmë. Jo 23, po ta shqyrtojmë 16. Ku është e keqja këtu? Që ngrini ju 80 veta kartonin kundër. A thu se qa po votoni? Po rrëzoni armikun e popullit me karton të kuq. Faleminderit zoti Bardhi për sërim, që nëse mu drejtove personalisht. Detyrimi im si kryetari i kuvendit është që të respektoj rregulloren dhe ta përfshi kërkesën për të kaluar për çdo të shpejtuar një projekt ligj në rendin e ditës dhe ta kaloj ashtu siç e ka rregulloria në seancë për votim. Rregulloria nuk i jep asnjë të drejtë kryetarit të kuvendit të vendosë në emër të deputetëve të tjerë apo të vendosë veton. Sa i përket qëndrimet mia personale, nuk jam këtu për të folur për bindjet e mia, për argumentat e mia, nuk kam bërë diskutim lidhur me këtë kërkesë. Ju lutem mos e personalizoni sepse jemi 100% në zbatim të rregullores. Kërkesa me shumë seriozitet, pavarësisht se nuk u ngrit në konferencën e kryetarëve, u fut në seancë, ju kriju hapësira sipas rregullores një folës pro, një folës kundër, nga 10 minuta, u hodh në votim në mënyrë demokratike, u numëruan votat dhe u vendos siç vendosi seanca. Nuk jam këtu për t'ju përgjigjur pyetjeve personalisht, shijeve, gustove, mendimeve të mia personale. Ju lutem tani vazhdojmë me zotin Bozdo. Mund të kalojnë edhe 5 orë zoti Braçë dhe mund të kalojnë edhe 5 orë dhe mund të kalojnë edhe 5 orë. Dhe do vazhdojmë të japim gjithë hapësirën e nevojshme të gjithë deputetëve, të gjithë krave për të folur. Minutazhi nuk ka rëndësi, mund të shkojmë edhe deri në mëngjes, siç ka patur raste, dhe kush ka për të folur do flas. Zoti Bozdo, fjala për ju, fjala për procedurë. Zoti kryetar, në fakt në ka një çast që duhet të diskutohet një iniciativë e tillë apo çdo iniciativë që trajton problemin kryesor sot shqiptarëve, që është çmimi i naftës dhe mënyrën se si qeveria e menaxhon atë, siç bën gjithë qeveritë e tjera, të rajonit, Evropës, të botës, është pikërisht tani. Zoti Balla ju referua faktit që ishte në pamundësi për ta fundur rendin e ditës. Por kur keni pasur vullnet politik, meqense era fjalë